Në Korçë u zhvillua një trajnim me gazetar lokal organizuar nga Faktoj Epikal me mbështetjen e ambasadës së Holandës në Shqipëri. Aktiviteti ishte pjesë e një cikli trajnimesh që synon rritjen e aftësive profesionale në analizimin e raporteve të kontrollit të lartë të shtetit. Pjesëmarrësit u njohën me mënyrat e leximit, interpretimit dhe verifikimit të dokumenteve zyrtare, si dhe me teknikat e kthimit të tyre në histori gazetareske të qarta dhe me interes për publikun. Trajnimi fokusohet në raportet e KLSH-s, aftëson gazetarët lokal për të kuptuar më mirë dokumentacionin, mënyrën se si të zbërthejnë raportet, se janë gjithmonë në gjuhë e komplikuar me metodologjia e auditimit. Ishte me shumë interes, besoj, dhe unë jam i kënaqur që pjesëmarrja e gazetarëve dhe interesi i tyre ishte i lartë. Jo vetëm për të identifikuar, për të marrë disa aftësi se si mund të kthehen më pas këto raporte të kontrolleve të ndryshme që zhvillohen në institucionet publike në shkrime thelluara, investiguese, por edhe për të kuptuar mirë se si mund të zbërthehet, mund të transmetohet te publiku i gjerë çdo dokumentacion zyrtar, teknikat e ndryshme, mënyra se si identifikohet dhe zhvillohen analizat, por dhe etika gazetarisë në përditshmërinë tonë. Gjatë sesionit u diskutua edhe mbi rëndësinë e gazetarisë investigative dhe rolit që kanë raportet e KLSH-s në evidentimin e problematikave që lidhen me administrimin e fondeve publike dhe transparencën institucionale. Shtrirja lokale, fokusi lokal është dhe më i rëndësishëm, sidomos për institucionet publike në nivel vendor. Ne kemi një sër raportesh që fokusohen edhe në Korçë, në institucionet publike dhe në Bashkinë e Korçës, dhe gjithmonë Korça është një nga bashkitë pararoj që ka formuar, ka pasur strukturë, ka pasur investime publike, por interesi publikut, monitorimi i vazhdueshëm është i nevojshëm në çdo institucion, pa pasur vëmendje, fokus dhe monitorim edhe të publikut dhe të aktorëve të ndryshëm civil. Çdo institucion publik nuk mund ta vijojë edhe ecurinë e mirë, po edhe mund të shkojë edhe për më keq. Organizatorët theksuan se trajnimet do të vijojnë edhe në qytete të tjera të vendit me synimin për të forcuar gazetarinë e bazuar në fakte dhe monitorimin e institucioneve publike.